Përshëndetje miq të shëndetit. Në këtë episod të podcastit do të flasim për infeksionet urinare tek fëmijët. Çfarë i shkakton ato, cilat janë simptomat kryesore dhe mënyrat e trajtimit. Për të folur për gjitha këto, kemi të ftuar mjekun Diamant Shtiza, pediatër nefrolog. Doktor, përshëndetje, kënaqësi që ju kemi në podcast. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën dhe është gjithmonë kënaqësi që të ndajmë së bashku me ju, po pse jo dhe me dëgjuesit, dihet që kemi marrë gjatë gjithë këtyre viteve dhe të jemi në shërbim të popullit jo vetëm në praktik, por edhe me këto këshilla që mbeten në vazhdimsi. Doktor, për të nisur bisedën, mund të tregoni se çfarë janë infeksionet urinare tek fëmijët? Infeksionet urinare tek fëmijët janë një infeksion i shpeshtë i të shtuquiturit trakti urinar, ku në traktin urinar përfshihen veshkat, përfshihen fshikza urinare, uretra si dhe ureterët që janë kanalet urinare që lidhin veshkat me fshikzën. Kështu që infeksionet urinare mund të kemi të shumë llojshme, të ndryshme dhe që prekin të gjithë të trakt, që nga veshkat dhe deri te pjesa e fshikzës. Dhe çfarë i shkakton këta dhe ndikon nga një fëmijë tek një tjetër, ndryshon? Kush janë më të predispozuar? Infeksionet urinare më së shumti shkaktohen nga bakteret, nga mikrobet, dhe kjo më së shumti vjen përsëri nga kontakti. Bëjmë një dallim këtu madhor me infeksionet respiratore që ato transmetohen edhe në largësi, ndërsa infeksionet urinare merren kryesisht nga kontakti dhe ato patjetër që mund të merren në mënyra të ndryshme kudo që të jemi dhe mikrobe të ndryshme, po e përmendim Escherichia coli, i cili është mikrobi më i shpeshtë dhe që ka aftësinë që të rritet në aciditetin e urinës. Në rast se urina do të ndryshojë reakcionin e saj apo pH-in që njihet, mund të krijohen kushte të tjera për rritjen e mikrobeve të tjera. Gjithë të tjerat përbëjnë rreth 15-20%, ndërkohë siç e thash, pjesën e luanit në infeksionet urinare e zë Escherichia coli me gati 8% dhe kjo i referohem të dhënave të mia, por dhe atyreve botërore. Dhe një prind si mund ta dallojë që fëmia e tij po kalon një infeksion urinar? Ka simptoma të hershme që shfaqen, që duhet të sinjalizojë? Kjo pyetje shumë e rëndësishme sepse që këtu fillon deduktimi, njohja me infeksionin urinar në mënyrë që ai të mos anashkalohet, sepse anashkalimi i infeksioneve urinare pastaj do të na dërgojë në pasoja të ndryshme, të cilat janë me rrezik, si në raste kronike, po ashtu pse jo dhe në dëmtime të veshkës. Kështu që prindit duhet të jenë shumë mirë të informuar. Unë kontaktoj çdo ditë dhe shikoj një përmirësim të cilësisë dhe të përkujdesit të prindërve ndaj fëmijëve të tyre për t'i bërë shërbimin më të mirë shëndetësor. Në këtë rast, për sa i takon infeksioneve urinare, shenjat janë të thjeshta në fakt, edhe për një pjesë e mirë e prindërve janë të informuar dhe janë të kujdesshëm për t'i parandaluar dhe për t'i kapur në kohë. Shenjat e para më e rëndësishmja varet nga grup mosha, kur janë bebe të vogla, shenjat janë të përgjithshme dhe një nga shenjat kryesore me të cilat duhet na shkojë mendja që mund të jetë një infeksion urinar i fshehur është temperatura. Në rast se ka një fëmijë temperaturë dhe vizitohemi dhe nuk gjejmë ndonjë shkak tjetër të dukshëm, duhet na shkojë mendja që mund të jetë një infeksion urinar. Në fakt edhe për këtë janë bërë studime, madje të hershme prej shumë vitesh, të cilat janë konfirmuar dhe më vonë dhe mendohet që 10% e temperaturave në bebet e vogla pas tyre fshihet një infeksion urinar. Kjo është një shenjë kryesore e cila edhe më vonë është prapë e rëndësishme sepse tregon gjithmonë për një infeksion të rrugëve të sipërme që janë infeksionet e veshkës, ndërsa infeksionet e rrugëve të poshtme që janë cistitet, më së shumti prekin ndoshta dhe fëmijëve të moshave më të mëdha, por të cilat na detyrojnë që të shkojmë më shpesh në banjo. Të urinojmë me vështirësi, të kemi dhimbje apo djegje gjatë urinimit, të cilat pastaj fëmijët i transmetojnë tek prindrit dhe prindri ku e kupton më njëherë. Për të mos folur pastaj për urina me aromë të rëndë, urina të turbullta apo edhe deri me gjak. Kjo do ishte pastaj një problem më madhor. Por unë mendoj që prindit janë të kujdesshëm dhe këto rastet e fundit që përmenda janë të rralla. Më së shumti i kapim që në fazat e para. Në cilën shpesh ndodhin më shpesh këta infeksionet urinare tek fëmijët? Cila është ajo kategori që është më ekspozuar ndaj këtyre infeksioneve? Kategoria më e rrezikuar janë femrat, gocat për shkak të anatomisë, për shkak të afërsisë që kanë rrugët e urinimit me rrugët e jashtëqitjes, ku jashtëqitja paraqitet si një nga rreziqet kryesore.
Në moshat e vogla mund të përmendim bebelinat, sepse kuptohet që fëmijët defekojnë aty dhe do të jemi tepër të kujdesshëm që të bëjmë një higjenë të mirë, një pastrim, një larje, shplarje, të cilët e zbatojmë, por në rastet e caktuara kur mund të neglizhohet kjo etapë, atëherë ne mund kemi atë që prindit her pas here referojnë si hiperemia, si fëmia i skuqur, që është një infeksion i lëkurës në këtë rast, por nga aty merr burimin edhe infeksioni urinar. Dhe kjo pastaj varet edhe nga imuniteti. Nëse fëmia ka imunitet të mirë, ajo mund të ngelet në pjesët edhe rrugët e jashtme, por në rast se imuniteti është i dobët, ajo infeksioni e gjen rrugën e saj për të kaluar në traktin urinar dhe për të na dhënë ato shenja që unë i përmenda pak më lart. Për sa i takon moshave dhe grup moshave, do t'i ndaja në dy pjesë, në fazën e parë, në vitin e parë të jetës, për shkak të fimozës, që është kjo pjesa e njerëzve e çunave, që njihet që lëkura është më e ngushtë, aty mund të flenë mikrobe të ndryshme dhe për këtë arsye mund të kemi raportin dy djem me një vajzë në vitin e parë të jetës. Kurse pas vitit të parë të jetës ku kjo gjë çlirohet, djemt janë më të mbrojtur nga ana anatomike dhe ju ngelet vajzave që të vuajnë më shpesh me infeksion urinare për shkak edhe sepse janë të detyruara që të ulen nëpër tualete të ndryshme, pse jo, po të vi koha e verës nëpër plazhe, nëpër pishina ku rreziqet shtohen. Gjithmonë vajzat janë më të ekspozuara ndaj infeksioneve urinare. Po. Në fakt unë duhet të ndalesha pak më gjerë tek higjiena, sa e rëndësishme është higjiena si tek foshnjat edhe tek të rriturit, por të ndalemi konkretisht tek fëmijët e vegjël, sa shpesh ata duhet të ndryshojnë pelenat, mënyra e pastrimit të një fëmie, sa e rëndësishme është që të shmangin këta infeksionet urinare. Tani unë po përgjigjem këtu për juve, ndoshta për një masë që më njohin ose edhe për ata që nuk më njohin, po për ata që më njohin, besoj që një pjesë e mirë e dinë dhe e konfirmojnë që unë po themi shpenzoj shumë energji dhe bashkëbisedim me prindrit për të vënë theksin tek higjiena dhe tek parandalimi. Gjithmonë me qëllimin që nëse diçka arrim ta parandalojmë, do të ishte më mirë se sa të shkojmë te doktori dhe të marrim mjekime apo medikamente të ndryshme, të cilat në fund fare nuk na pëlqejnë, edhe pse na shërojnë atëherë kur duhet. Kështu që higjiena, për shembull tek bebet e vogla, te latantët, te fëmijët e qumshtit, patjetër që bebelina, ndrimi, higjiena, ndrimi i shpeshtë i bebelinave, pse jo ndonjëherë siç bënim dikur vendosja napave në rast se do kemi këto elementet e skuqjes, shplarjet me ujë. Nuk do sugjerosha shumë medikamente apo gjëra të ndryshme për shplar, përveç se kamomilit që ndihmon, por do kemi ndonjëherë kujdes edhe për cilësinë e ujit me të cilin lajmi duart nëse i kemi të pastruara, patjetër që dikush që dëgjon tani do thotë, po unë e çoj edhe në çerdhe, e çoj edhe në kopësht. Okej, gjithë pjesë e jetës është ajo, rrezikut, pastaj secili do veprojmë sipas secili do bëj pjesën e vet, kështu që shpresojmë që të kemi fat dhe të ecim mirë. Kurse në pjesën në moshat më të sipër, patjetër që higjiena ngelet kryesorja, po pse jo, ajo një ushqyerje e mirë do të ishte shumë më e rëndësishme, cilësore, imuniteti që ka vetë fëmia dhe sidomos po ashtu kontaktet me ambientet të ndryshme. Në fakt unë do të pyesja pikërisht tek ushqimet, si ndikojnë. Në momentin që një fëmijë po përjeton ka infeksion urinar, a ka ushqime të cilët duhet i konsumojë ose ushqime të cilat duhet i shmang ky fëmijë? Po, vazhdimisht e themi këtë dhe ushqimet përgjithsisht për sa i takon veshkave nuk kemi ndonjë kufizim të madh, sidomos për temën që po flasim për sa i takon infeksioneve urinare. Specifikisht ato mund të konsumojnë të gjitha ushqimet e mundshme pa asnjë pengesë. Unë ndonjëherë e vë theksin si te kripa, si armiku më i madh i veshkave, por jo detyrimisht në të gjitha rastet edhe kripa mund të shkaktojë infeksion urinar, nuk ka lidhje shumë. Ajo më është më e rrezikshme për shembull në rastet e gurve ose në rastet e sëmundjeve të tjera të veshkave. Kështu që nuk kemi ndonjë kufizim. Nëse do bëja në një kufizim ose brenda asaj që quhet anamneza apo historia apo shkaku i kësaj që po flasim se ndodhin infeksionet urinare, ndonjëherë që nuk e përmenda pak më lart, mund të jetë edhe konstipacioni, që është kapslëku ose diare.
diareja. Në rastet e kapslokut ose diares, neve mund të rekomandojmë ushqime specifike, të cilat duhet që sepse një jashtëqitje më normale presupozohet që e ul rrezikun e infeksioneve urinare. Në rast se kemi diare, presupozohet që ai fëmijë do defekojë shpesh. Atëherë do na duhet një mundim më i madh për ta ruajtur higjienën. Në rast se kemi konstipacion, kapslëk në fund të zorës së trash, do grumbullohen mikrobe që duke fjetur aty për kohë të gjatë mund të kalojnë përpara dhe përsëri neve jemi në rrezik për të bërë një infeksion urinar. Doktor, po në lidhje me ujin, sa i rëndësishëm është uji? Po uji, ne dukemi si prej mishi, si prej kockash kështu, por në fakt po ta lexosh atje në libër ku thuhet që ne përbëhemi nga 60-70% ujë organizmi i njerëzit, nga kjo duhet nisesh që të kuptosh më njëherë se sa i rëndësishëm është uji për jetën tonë. Edhe ndonjëherë për t'i bërë qefin edhe vajzave kur janë kështu pak më të rritura, i them pije ujë se bësh dhe më e bukur, kështu që uji ngelet gjithmonë një sugjerim i rëndësishëm në dietën tonë, për arsye se edhe vetë veshka e filtron më mirë dhe produktet e katabolizmit edhe eliminimin e tyre në rast se veshka nuk merr sasinë të nevojshme të lëngjeve, atëherë ajo mund të krijojë kristale, mund të krijojë gur, ajo mund të krijojë dëmtime të strukturës, mundet ndonjëherë që të kemi sidomos në ato raste që janë me risk apo me ndonjë anomali, të kemi një mbivendosje të këtyre ndërlikimeve. Pra uji ka një rëndësi shumë të madhe. Uji është shumë i rëndësishëm. Jo vetëm për veshkat, por për çdo. Me dy fjalë mund ta përkufizojmë sa më shumë ujë dhe sa më pak krip pjesën e ushqimore. Okej. Po si mund të trajtohet një infeksion urinar? Gjithmonë nevojitet një trajtim mjekësor apo mund të menaxhohet edhe në kushte shtëpiake nëse është në fazat fillestare? Kjo është një pyetje pastaj që hap shumë dritare. Në kuptimin që mund të kemi infeksione urinare të thjeshta dhe të ndërlikuara. Po folëm për ato të thjeshta, jemi dakord që mund të, pse jo t'i parandalojmë që në shtëpi. Si mund ta ndaj një prind që është e thjeshtë ose komplikuar, se të bëhet pak e vështirë kjo pastaj. Po, unë ndonjëherë përpiqem që ti në thonjza, që t'ju shpjegoj sa më shumë edhe t'i mësoj që t'jenë të përgatitur ndonjëherë edhe ju shpjegoj edhe formulën analizat e urinës që ata t'i kuptojnë që mos të shqetësohen kur nuk duhet të shqetësohen dhe kur duhet që të shkojnë tek mjeku, gjithmonë për të bërë më të mirën për fëmijët e tyre në mënyrë që të dallohemi edhe kur i japim mjekime ta kuptojmë se po i marrin, por edhe kur s'po marrin mjekime me antibiotik, që është mjekimi kryesor për infeksionet urinare, ta kuptojnë që higjiena në këtë rast është më e rëndësishme se sa përdorimi i antibiotikëve, sepse nëse neve do futemi në radhë vicioze apo do jemi vend numëron, nuk e kemi zgjidhur problemin e infeksionit urinar. I thjesht quhet kur ti ke një trakt urinar normal dhe quhet i ndërlikuar kur në traktin urinar qoftë të djalit, qoftë të vajzës, ka një anomali. Dhe anomalitë e veshkave janë të shpeshta. Madje unë konstatoj që në 20 vitet e fundit ato janë shtuar. Janë shtuar anomalitë. Ne kemi dy grupe sëmundje veshkash, që janë anomalit e traktit urinar të lindura dhe sëmundjet e fituara glomerulonefrite të ndryshme. Të dyja e këto përbëjnë një rrezik me kalimin e viteve që veshkat të dëmtohen dhe të përfundojnë ato që quhet azotemia apo insuficienca renale kronike me pasoja të tjera pastaj në vazhdim për të përfunduar në dializë dhe në transplantin renal. Kështu që prandaj fillon që në fillim që kujdesi, sidomos kur kemi, po këto anomalit në vitet e fundit janë shtuar në raport me sëmundjet e fituara. Ndoshta për sëmundjet e fituara jemi më të kujdesshëm, kemi bërë mjekime më të mira, i kemi parandaluar, për anomalit e lindura pastaj janë punë të Zotit, a për shkak të gjenetike, a për shkaqe ambientale, pastaj unë konstatoj që këto janë shtuar dhe neve ashtu, por duke qenë se kemi në rutinën e përditshme raste nga më të ndryshme të shumta, patjetër që ato na krijojnë më shumë volum pune. Këtu në këto raste për shembull patjetër që prindrit edhe vetë pacienti fëmia duhet të shkojë ke doktori sepse do të kryej ekzaminimet e analizave të urinës, të urokulturës, ndonjëherë edhe ekzaminimet të gjakut, mund të kryej ekografi të shpeshta seriale për të parë evolucionin e sëmundjes, sepse unë jam nefrolog si shtat ju në fillim që merrem me medikamente dhe me terapi konservative dhe kuroj në fakt shumicën e rasteve që janë 80-90% të këtyre rasteve, po 10% e rasteve mund kërkojnë edhe korrigjim kirurgjikal.
sepse anomalia mund të jetë më e madhe dhe duhet zgjidhur në këtë mënyrë për të shpëtuar dhe për të parandaluar dëmtimin e veshkave. Kështu që kështu duhet ndarë. Të thjeshtat mund t'i parandalojmë me higjienën dhe me kushte të thjeshta ose me një vizitë të thjeshtë ambulatorë, të rëndat pastaj duhet jemi në kontakt të vazhdueshëm me specialistin. E qartë. Doktor, sa të rrezikshme janë infeksionet urinare për imunitet, ndikojnë ata tek imuniteti i një fëmie? Po, patjetër. Kjo është një gjë e ndërsjellë, do thosha unë, që ndonjëherë fëmijët që kanë më pak imunitet mund të kenë më predispozicion për të bërë më tepër infeksione urinare dhe natyrisht ata që kanë infeksione urinare të shpeshta mund të kenë imunitet më të ulët. Kjo vjen edhe një për arsye të sëmundjeve të përsëritura, dy për arsye sepse ndonjëherë dhe vetë ne mjekët jemi të detyruar të japim mjekime për t'i shëruar dhe duke marrë mjekime të vazhdueshme kuptohet që bie imuniteti dhe këta janë edhe fëmijët që kanë rrezik për dëmtim të imunitetit apo për dëmtime të veshkës apo për një jetë jo shumë cilësore. Qartë, po çfarë ndodh nëse lihen pa trajtuar ose nuk trajtohen siç duhet infeksionet urinare? Po dy janë rreziqet madhore. Një është dëmtimi i veshkave, për të cilët është shumë e rëndësishme sepse çdo dëmtim i parenkimës së veshkës është dëmtim permanent dhe dëmtimi parikthyer, që do të thotë pastaj që me avancimin e viteve kohës mund të kthehet, mund të dëmtohet një pjesë e mirë e veshkës dhe kështu që humbet nga funksioni dhe ky është rreziku më i madh. Për të cilin edhe prindit edhe këto kanë kujdesin dhe vëmendjen e veçantë, por një pjesë harrohet gjatë jetës që mund të kalosh edhe cistite, infeksione të rrugëve të poshtme që në duke të parë janë më të lehta, sepse mund të mjekohen për 3 deri në 5 ditë, por në rast se ato bëhen të shpeshta përsëritet dhe ne nuk tregojmë kujdesin e duhur, atëherë ato mund të bëhen serioze, mund të bëhen të rëndësishme, edhe unë me këtë kam fituar një batutë që ja u them her pas here prindërve, me këtë rast le ta dëgjojnë edhe këtu nëpërmjet podcastit tuaj që veshkat janë shumë të rëndësishme dhe për jetën e njeriut, por qumshtin e nënës ta nxjerr fshikza, sepse ajo është shumë më e losme dhe bëhet shumë më e vështirë dhe për t'i dominuar infeksionet dhe për ta menaxhuar, sepse ndonjëherë kemi në dorë ne, siç tham në fillim, për kujdesjen kur janë bebe të vogla, po ndonjëherë fëmijët rriten, shkojnë në shkollë, kanë dhe mendjen e tyre dhe tashmë me lojrat e ndryshme nuk i zbatojnë mirë këshillat higjienike dhe harrojnë edhe të shkojnë edhe në tualet e mos themi pastaj që harrojnë të pinë edhe ujë. Që sjell pasoja. Pasoja njëri pas tjetrit. Ju në praktikën tuaj të gjatë që keni në eksperiencën tuaj keni patur ndonjë rast që mund të na tregoni të një fëmije i cili ka patur një problem të rëndë në infeksionet? Nëse ju kujtohet ndonjë, nëse jo. Problemi është që më kujtohen shumë, po tani kjo ishte pyetje e papritur. Edhe problemi është që kë duhet zgjedhur nga të gjithë rastet. Parën që u vjen. I pari që më vjen është ky i fundit, që në fakt është vërteta është pse është në spital, edhe përveç problemit të infeksionit urinar, që ngjelet ajo thelbi i bisedës tonë, jemi përpara një refluksi, përpara një anomalie të madhe, por që shoqërohet edhe me dëmtime të shtyllës kurrizore, edhe me dëmtime të zonës anale të rrugëve të jashtëqitjes, kështu që në këtë rast nuk kemi duke fol për një sëmundje, po jemi duke fol për një sindrom, që është një kompleks sëmundjesh. Dhe këtu pastaj bëhet më i vështirë menaxhimi, edhe është një pacient kronik sepse qëllimi i mjekut, dëshira është që ta shërojë atë infeksion urinar, ta çojë në shtëpi dhe të jetë i lumtur dhe ai thotë faleminderit. Por ka raste që ti mund ta shërosh përkohësisht, por pastaj për shkak të gjithë tyre që unë ju përmenda juve, është pacient, është kontingjent për spitalor, sepse mund kërkoj ekzaminime të ndryshme, ndërhyrje të ndryshme, të njëpasnjëshme dhe pastaj është një problem që mund të zgjatet dhe si këto raste ne kemi dhe këto janë ato rastet për t'ju përgjigj pyetjes tuaj që të ngelen në mendje sepse të bëhen raste familjare. Unë kam vizitoj shumë pacientë që është e vërteta dhe i shënoj, i mbaj në kompjuter sepse kjo është gjëja edhe më e mirë që ti të kesh database-in tënd për ndjekje korrekte për të gjitha gjërat që i nevojiten pacientit, por kur vjen puna për të mbajtur emrat nuk është se i mbaj më shumë. Kurse në këto raste specifike pastaj ato të bëhen pjesë e jetës edhe janë që edhe vetë ndonjëherë njeriu doktori edhe pse
patjetër që duhet bëj punën e doktorit, po bëhesh i ndjeshëm edhe përjeton edhe ti vështirësitë e familjes dhe vështirësitë tuaja si mjek në menaxhimin e një rasti kaq kompleks. Që në fund të ditës gjithë jemi njerëz edhe. Po. Doktor, cilat janë disa nga gabimet më të zakonshme që shikoni që bëjnë prindrit lidhje me kujdesin ndaj fëmijëve të tyre? Unë shikoj që prindit janë të kujdesshëm, ndonjëherë mund të insistoj te pjesa e higjienës për këtë pjesën e skuqjes, e jap edhe këshilla të thjeshta që të eliminohen skuqjet apo infeksionet që varen nga neve, nga prindrit për këtë përkujdesje, po këto janë të paktë, janë shumica shkojnë mirë, dhe një pjesë që pastaj që ndoshta nuk janë të informuar, por që dora dorës ne tashmë edhe nëpërmjet këtyre intervistave që bëjmë edhe ato që i dëgjojnë, besoj që janë më të ndjeshëm për të kuptuar se sa e rëndësishme është menaxhimi i problemeve të infeksionit urinar, dhe një këshill që ju jap unë dhe që po e përsëris këtu që është kur janë fëmijët e kopshteve apo të shkollave për shkak të edhe të merakut që kanë prindit për mosvajtje në tualete, por edhe për shkak të lojrave apo telefonave që konsumojnë një pjesë të kohës, harrojnë të pinë ujë apo harrojnë të shkojnë në tualet. Dhe në këto dy pika që duken kështu si të thjeshta kur ti i thua, në mbas tyre mund të lindin se mbajtja gjatë e urinës mund të krijojë një infeksion urinar, mund të krijojë një dhimbje abdominale, dhimbje të barkut, por mund të krijojë edhe një dëmtim të mureve të fshikëzës që pastaj bëhet pak më i vështirë për të trajtuar. Nuk është thjesht infeksioni pikë të medikamentit dhe ushqerove, por bëhet më i vështirë, kështu që në këtë pikë unë insistoj që mos ju kaloj prindërve kjo gjë dhe mendoj që gjej bashkëpunimin e tyre dhe kështu që kemi pas sukses në këtë pikë. Doktor, po lëngu i Boronicës është i rekomanduar për të konsumuar për parandalimin ose shërimin e infeksioneve urinare? Po, është shumë i rekomanduar, ka efekte pozitive, shumë prindër unë i dëgjoj që edhe ata janë të informuar që një pjesë, vetëm që nga një herë gjej që nuk e din, që ka boronica të zeza dhe të kuqe. Ajo që parandalon infeksionet urinare është boronica e kuqe, edhe zeza shumë e mirë, ajo bën mirë për imunitetin, por specifikisht për infeksionet urinare është boronica e kuqe. Megjithatë, në diskutimet që kemi me prindrit, po në rast se do marrim boronicë origjinale, patjetër që do ishte më mirë, sepse është bio dhe cilësia mund të jetë më e lartë. Por fëmijët janë nazeli her pas here, nuk e pëlqejnë atë dhe pastaj detyrohemi që të shkojmë te produktet farmaceutike që natyrisht përsëri me emrin Cranberry, Mirtilo apo Dëmanoza janë përbërës të tyre që gjenden në farmaci në formën edhe të shirupave, edhe të tabletave, edhe të këtyre të përtypshme që pastaj mund t'i marrin fëmijët gjithmonë mbas moshës 1 vjeç. Deri në moshën 1 vjeç kemi kujdes, sidomos për dietën dhe për gjërat, edhe pse këto janë bimore, ne jemi të rezervuar, por pas moshës 1 vjeç mund të përdoret dhe unë i kam në përdorim të përditshëm gjithmonë si alternativa më e mirë për mosvajtje antibiotiku dhe për të shëruar fëmijët në mënyrë sa më natyrale. Doktor, ne kemi edhe një rubrik mit apo fakt ku janë disa konstatime të cilat ju mund të specifikoni nëse janë mit apo fakte. Infeksionet urinare ndodhin vetëm tek vajzat. 10-1 për vajzat. Temperatura pas simptomat të tjera mund të jetë shenjë e një infeksioni urinar. Në 10% të rasteve. 10%. Mbajtja e urinës rrit rrezikun për infeksion. Po, patjetër, kjo urinimet e rregullta janë shumë të rëndësishme. Gjithmonë duhet antibiotik për çdo infeksion urinar. Jo detyrimisht, në një pjesë mundet edhe mjafton vetëm higjiena, në një pjesë përdorim Cranberry apo Dëmanos, që janë një alternativë mirë antibiotikëve kur nuk i ka plotësuar kriteret për një infeksion të mirëfillt. Nëse analiza e urinës është e pastër, nuk ka infeksion. Nëse analiza urinës është e pastër, mund mos ketë infeksion sepse ekziston një koncept që pak njihet, po pavarësisht se unë e shpreh pas here që është bakteriuria asimptomatike, që do të thotë që nëse pacienti nuk ka ankesa, urina komplet e thjeshta që quhet del normal dhe urokultura përgjithsisht del me mikrob, por për arsye të ndryshme, ndoshta ndonjëherë dhe për shkak të ndotjeve apo kontaminimeve, unë refuzoj që t'u jap antibiotik dhe mbështeten përsëri tek ajo pjesa e higjienës dhe te pjesa e produkteve bimore për të parandaluar apo të luftuar këtë infeksion. Doktor, faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe juve. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.